Na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot që po të uthirësha në të kaluarën, e ka fjalën në kohën e ignorancës, gjahiljetit, ku janë mbledhur pleqt e asaj kohe për të pajtuar dy fise të cilët kanë luftuar me njëri tjetër në Medine mbi 100 vite. Mbi një shekull armiqësia e tyre ka vazhduar. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë kohë ka qenë një djalosh i ri dhe nuk ka marrë pjesën në këtë pajtim. Është fjala në kohën e gjahiljetit, që është para islamit, para shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot pejgamberi alaihi salam, dhe për në atë kohë, thot, po të isha thirrur, do t'ju kisha përgjigjur edhe sot. Gjë që tregon për dobinë e pajtimit mes njerëzve. Aty ku shuhen konfliktet, aty ku shuhen llavrasjet, aty ku shuhen urrëtiet, aty tani më ka mundësi të filloj një hajër i ri dhe një dobi e re për atë shoqëri dhe për atë vend.